Kam një dhëndër, po zihem me ty. Po pse zihesh me dhëndër? Jam zi në Amerikë për ty. Pse? Ai është me ne? Ti je me dyshim. Po zihem, po jep jashtë lidhje, është inxhinier aty. Jo sa mirë. E po ta dëgjojmë them unë atë. Brezin e ri, po kupton. Eci e mirë. Rrosh. Ti ke lidhje me televizionin, po mirë. Me televizionet keq e kam unë sepse televizionet kush i kanë pronësi? Oligarkët. Poshtrit, doli. Çete Bledi Fevziu, ma vuni kryshin mo. Ma vuni kryj, tani po i nxjerr gjithë këto partitë e reja. Mus më ka thonë jo. Nxoj lapa i nxjerr nga 2 herë muj. Nena e vuni kryj, po vallai unë sa herë të thonë do e them të vërtetën. Më mirë mos dal kurrë në televizor, se nuk e bëj fytyrën sholl, me i thon derrit daj. Na një shpirt një jetë tërë. Tamam. Apo jo? Si shushunja. Tamam, shushunja jam. Shushunja. Unë ti e djali mirë, të respektoj, Por jashtë mase, kom gjudhe kemi me Fevziun, sa vjen. i the mirë, se nuk ka studia ti, fuli fare, është gjithë, ai që del, që të kita ndjosh, që qa po themën ti ndjoje, mos për ti të më zgërthit, atëherë thim s'jara mrapa. Po i s'do si mos jefit vetë aty. A i shërben oligarkëve edhe të korruptumve. Ja, vlajt, e ndjuva shumë bukur, kom ngellë të ndjuva, ti i folë dhe unë të respektoj jashtë zakonshëm. Falenderoj shumë. Por atë mendim që ti i zgjërove atij. Suksese! Falenderoj, po mendimën tuaj. Po patjetër. Mendimën tuaj. Faleminderit. Unë ndihmoj.